Zëvendës kryeministrja dhe njëherë ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku do të rikthehet në detyrë. Vendimi u mor nga gjykata kushtetuese me shumicë votash, të cilët vendosën të pezullojnë vendimin e GKK-s, që pezulloi nga detyra Ballukun më 20 nëntor. Sapo ky vendim të botohet në fletoren zyrtare, Belinda Ballukut i linde drejta të kthehet në zyrë dhe qeveria t'i kthejë të drejtën e firmës. Po me shumicë votash 5-3, gjyqtarët e kushtetueses kanë vendosur kalimin për shqyrtim të ankimit të kryeministrit Rama, duke e legjitimuar atë si palë në çështje. Më 22 janar, në një seancë publike që do të nisë në orën 10, kushtetuesja do të shqyrtojë ankimin e Ramës, për të cilin do të duhet të shprehet nëse GKK e ka fuqinë apo jo të pezullojë një antar të Këshillit të Ministrave. Balluku pezullua nga detyra më 20 nëntor. Kryeministri Edi Rama e kundërshtoi vendimin publikisht dhe ligjërisht, duke i kërkuar gjykatës kushtetuese pezullimin e efekteve të vendimit deri në përfundimin e gjykimit të kësaj kërkese dhe interpretimin e nenit kushtetues që parashikon se antari i Këshillit të Ministrave, duke gëzuar imunitetin e deputetit, përfiton nga të gjitha garancitë procedurale që i njeh jo vetëm kushtetuta, por edhe legjislacioni procedurial penal. Rama kërkoi gjithashtu që kushtetuesja të shprehet për shfuqizimin e vendimit të GKK-s dhe zgjidhjen e mosmarrveshjes së kompetencës të krijuar ndërmjet kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës së posaçme nga ana tjetër, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së Ballukut.